Argela Xhaferi, jam 17 vjeç dhe jetoj në qytetin e Poliçanit. Me muzikë kam filluar të merrem që herët me aktivitetet shkollore. Në moshën 14 vjeçare bëra një koncert rezital, kisha 12 këngë dhe e arrita me sukses. Që aty u shkëputa nga muzika për gati 3 vjet dhe tani jam rikthyer ta vazhdoj rrugën time si këngëtare në The Voice. Kam ardhur në The Voice thjesht për ta përjetuar si përvojë. Dhe nuk është problem nëse unë nuk vazhdoj më tutje pas kësaj faze. Unë thjesht kam ardhur që të kënaqem, të argëtohem dhe shpresoj që të kaloj në fazat e tjera, sepse besoj do jetë një gjë shumë e mirë për mua. Unë kam lindur në Amerikë dhe për fat të keq, Amerika ishte vendi ku unë kam humbur prindrit, kur kam qenë 6 muajshe. Dhe nuk kam mundur t'i njoh fare, as zërin të atë gjë, as t'i shikoj. Do doja shumë që ata t'i kisha tani pranë dhe t'i kisha tani afër, të më mbështesnin në këtë sfidë. Po vini për në shtëpi për na uruar neve vitin e ri duke gëdhir 2001. Mirë po, gjatë rrugës bën aksidentin. Edhe neve, kur e morëm vesh, nuk e di se si qëndruam në kam fakt, burra dhe grua, po kemi hequr kaq hallet të mëdha në fakt. Çopën na i kishin lënë këtu në fakt, që është e drejta. I harruam hallet e atyre, po u detyruam pastaj të rrisim Argelën. E morëm 6 muajsh. U betuam që Argelën do të arritim të zëvendësojë të dy ata në fakt. Gjyshit kanë bërë gjithçka që mua mos më ngoj asnjë gjë. Kanë dhënë maksimumin dhe më kanë bërë kjo që jam faltyre. Me përkujdesin e tyre, me edukatën e tyre që kanë përcjell tek unë, nuk do të më mjaftoj gjithë jeta për t'i falenderuar. Dua që njerëzit të njohin si Argelën moskokçarse, që nuk e vret mendjen për asnjë gjë dhe që gjithçka që ja kanë mendja është e ecë përpara. Për të parë më shumë nga The Voice, klikoni këtu, subscribe, dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale. Giza!